Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla jalalu wa falenderojmë salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, jemi duke jetuar 10 ditët më të mira të vitit. Ditë në netët e së cilave është betuar Allahu xhalla xhelaluhu kur ka thënë wal fajri wa layalin ashr. Pasha mëngjesin edhe 10 netët. Kanë thënë ulemaja, këto 10 netët janë 10 netët e Dhul Hijjes, muajt në të cilin ne kemi hyrë dje. E ka thënë pejgamberi Allahu alaihi salatu wasallam se nuk ka vepër më të dashur tek Allahu xhalla xhelaluhu se vepra e mirë e vepruar në këto 10 ditë. Për këtë shkak tek ne muslimanët 10 netët më të mira të vitit janë 10 netët e fundit të Ramazanit, ndërsa 10 ditët më të mira të vitit janë ditët e Dhul Hijjes. Kështu që Allahu xhalla xhelaluhu i lidhen ditët dhe sezonet e xhairit me shtyll prej shtyllave të Islamit. Andaj 10 netët e fundit Ramazanit janë të lidhura me agjërimin, kurse 10 ditët e Dhul Hijjes janë të lidhura me kryerjen e haxhit. E Allahu xhalla xhelaluhu neve nuk na ka bë haxhi. Do me thonë për si mjet. Dikush tjetër ka shku dhe është regjistruar tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe i është dhënë mundësia që të kthehet nga ky adhurim si dita kur e ka lindur nana. Por ama Allahu xhelle wa ala, edhe pse nuk na ka bë haxhi dhe nuk na ka mundsuar që ta vizitojmë shtëpinë e tij në këtë periudhë, Allahu xhelle xhelaluhu na ka mundsuar që t'i përjetojmë këto 10 ditët. Dhe përjetimi i këtyre është shumë i rëndësishëm. Për shkak se tregon seriozitetin e robit ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Ani o Allah se nuk kam shkuar në haxh, unë vazhdoj të jem musliman, dhe ani o Allah se nuk jam me një pjesë të vogël të idhtarëve të Islamit dhe pasuesve të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, nuk jam atje, po jam këtu duke kërkuar kënaqësinë tënde, pa marr parasysh a jam atje apo a jam këtu. Ti o Allah ma ke dhënë këtë mundësi, është mundësia për t'i përjetuar këto 10 ditët. Andaj sahabët u çuditën me rëndësinë që i jepte pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam këtyre 10 ditëve. Dhe e pyetën: o i dërguari i Allahut, a askush për njerëzve nuk është sikurse vepra atij që vepron mirë në këto ditë? Asnjëriu që lufton në rrugt të Allahut, asnjëriu që lufton në rrugt të Allahut, përpos njërit prej këtyre njerëzve, të cilët luftojnë në rrugt të Allahut, që del me mallin, me pasurinë dhe me shpirtin e tij dhe kthehet pa asgjë. Do me thonë kalon edhe pasuri, edhe shpirt. Ky është i veçantë, po. Mirë, po përndryshe, neve që Allah na ka mundsuar të përjetojmë këto 10 ditët, sikur na krahason i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam me ata të cilët janë të gatshëm që të lanë shpirtin në rrugt të Allahut xhella xhelaluhu. Dhe ky është nder me cilin Allahu nderon këtë do prej robërve të tij. Andaj këtë nderim të Allahut duhet ta marrim si të tillë. Por ama me çdo mirësi vjen edhe ndonjë përgjegjësi. Për këtë shkak duhet mundohemi që të largohemi pak prej gjunaheve gjatë këtyre ditëve, pak më shumë se në të kaluarën, dhe të mundohemi pak më shumë që të bëjmë adhurim ndaj Allahut, e ndoshta Allahu xhelle wala na bën prej të pranuarve, dhe kjo duhet të kulminojë me 2 ditë, me ditën e Arafatit, e cila agjërimi i së cilës është i pëlqyeshëm për ata që nuk janë haxh, për mua dhe për ty, dhe me ditën e Kurban Bayramit, e cila është dita më e mirë e vitit, siç ka treguar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ditë më të mirë të vitit se sa dita e Kurban Bayramit. Edhe pse te ne Bayramit të fitrit i thon Bajrami i madh, kurse këtij i thon Bajrami i vogël, kurse është e kundërta. Ky është Bajrami i madh, ndërsa ai është i vogël. Po në traditën tonë, domethënë, emërtohet ndryshe, por nuk ka të bëjë emërtimi sa ka të bëjë realiteti i kësaj gjëje. Kjo thjesht ka si përkujtim përpara se të hyjmë në temën tonë. Nëse ju kujtohet ligjëratën e kaluar, treguam për një burr shumë trim, i cili përfundimin e tij e kishte në zjarr, edhe pse luftoi për krah pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij trima. Me gjithat motive të cilat e patën shty atë që të luftoj, nuk ishin motive të shëndosha që i do Allahu, as që janë të respektuara tek njerëzit nëse njerëzit i dinë. Por ama njerëzit nuk i dinë brendësitë e zemrave të robërve të Allahut. Kështu që treguam që ai përfundoi në zjarr sepse motivet e tija nuk ishin të shëndosha, dhe në të kundërtën e rastit të tij ishte një njeri që askush se njihte.
rrugës së muslimanëve nga Medinja për në Khajber ishte një çoban, zezak, i cili pa të pranuar islamin dhe i tha pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, a më jep leje që të vi me ju dhe t'ju shoqëroj dhe të marr pjesë në luftë. E i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam i jep leje dhe ai vazhdon në rrugtimin e tij me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe me shokët e tij. Kur mrin në Khajber, i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam i jep një detyrë. Ajo është që ai të jetë çoban dhe të ruaj bagtin dhe kuajt dhe devet e ushtrisë. Kjo ishte detyra e tij si ushtar. Dhe ashtu bante. Dhe pasi çliroheshin kështjellat njëra pas tjetrës, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam sikur ndonjëherë shpërndante plaçkën e luftës që u merrte nga një kështjellë dhe shpërndante mes ushtarëve të tij. Dhe nga pasqyrimi të një prej kështjellave, sahabët filluan që të shpërndajnë plaçkën e luftës dhe në mesin e kësaj plaçke ishte diçka që i ishte ndarë shokut të tyre, domethënë këtij çobani. Dhe pas disa ditëve luftë, vjen ai dhe shokët e tij i thonë, domethënë njësit të atij i thonë, këtë ta ka ndar i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Ai tha shpërndane mes tuaj, mes jush. Shkon tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam dhe i thotë, ja Rasulullah, ç'është kjo? Domethënë xhio kjo plaçka e luftës të cilën e ke ndaj për mua. E i thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo është plaçka e cila është ndarë gjithë ushtarëve. Tha, ja Rasulullah, nuk është kjo ajo për cilën unë të kam pasu. Kjo s'është ajo për cilën unë të kam pasu. Tha, po për çka më ke pasu dhe për çka ke besu? Tha, të kam pasu që të goditen këtu dhe të bi shahid dhe të shkojnë në xhennet. Pastaj u largua. Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, nëse e thot vërtetën, Allahu do t'ja vërtetoj, do t'ja vërtetoj brendësinë dhe sinqeritetin e asaj që e thot. Thot më pas u ndez betejë dhe u nxef dhe ai doli në betejë. Dhe thot transmetuesi, u godit mund në advent në të cilin tregoj me isharet. E tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, ishte i sinqert me Allahun, andaj Allahu e shfaqi sinqeritetin e tij. Kështu që kemi dy persona, një arab i cili nuk kishte motive të shëndosha dhe vendin e së cilit tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam që është në zjarr, që kish luftu me trimëri dhe kish vrarë shumë prej armiqve, dhe një tjetër i cili nuk i bani disa në momente në betejë dhe shumë pak ditë në islam, por ama me motive të shëndosha dhe përfundoi në xhennet për shkak të sinqeritetit të tij dhe motiveve të shëndosha. Kjo është vëllezër. Kjo dynja është luftë e brendësisë përpara se të jetë luftë e asaj që ne e shohim. Është luftë e kësaj këtu. E taqwa ha huna, tha i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Devotshmëria është këtu. Këtu është devotshmëria. Pastaj njerëzit si çojnë diçka prej devotshmërisë tona është diçka tjetër. Por ama ka mundësi që çojnë prej nesh gjëra që duken si devotshmëri, po mos të burojnë nga devotshmëria, sepse njerëzit nuk i kanë filtrat e duhura ta dinë se kush me çfarë motive punon. Et taqwa ha huna. Devotshmëria është devotshmëria e zemrës. Andaj ky sahabe pak punoi, ishte i sinqert, por shumë fitoi. Andaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam e qefinosi me gjyben e tij. Nxori gjyben e tij, e qefinosi me gjyben e tij, e varrosi me gjyben e tij alayhi salatu wassalam dhe tha: O Allah, ky është robi yt, doli muhaxhid në rrugën tënde dhe u vra shahid, dhe unë jam dëshmitar për ta. A ka krenari më të madhe që dëshmitar për dikë të jetë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam? Dhe kjo është krejtësisht në kundërshtim me të parin, të cilin e përmendëm ligjëratën e kaluar, për gjendjen e së cilit tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, innehu min ahli an-nar. Ai me të vërtetë është prej banorëve të zjarrit. Pas saj sahabët ne treguam që Khajberi përbëj nga dy pjesë, njëra pjesë kishte 5 kështjella dhe tjetra kishte 3 kështjella. Ishin gjithsej 8 kështjella të mëdha, edhe pse ekzistonin kështjella më të vogla. Po këto ishin 8 kështjella të cilat konsideroshin karakteristike e Khajberit. E i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam çliroi kështjellën e parë në çlirimin e së cilës ata qëndruan sa ditë? 10 ditë. 10 ditë ra kështjella e parë.
dhe banorët e kështjellës së parë, bashkë me ushtrinë e kështjellës së parë, dal nga dal ikën në kështjellën e dytë. Ajo është kështjella e Sa'b ibn Mu'adh. Dhe sahabët do ta rrethekojnë kështjellën e dytë, edhe do të zgjat luftimi rreth kështjellës së dytë 3 ditë me radhë, në të cilin pejgamberi Allahu te alayhi salatu wassalam do t'ja jep komandën Khabbab ibn al-Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu. Në këto rrethana do të ndodhin disa gjëra të cilat prekin përditshmërinë tonë sot, nga zbritja e disa ligjeve të cilat ne i zëm kurrë hiç. Çfarë ligje do të zbresin në rrethana të shlirimit të këtyre kështjellave? I pari prej këtyre ligjeve është ndalimi i mishit të gomarit. Cilin vit ka ndodhur kjo? Vitin e 7, që do me thënë para kësaj mishi i gomarit ka qenë çfarë? I lejuar, nga se arabët e hanin mishin e gomarit kur kishin nevojë për ta. Dhe nuk do të zbres ndalesa e mishit të gomarit deri në këtë betejë. Madje zbritja e ndalesës së mishit të gomarit do të vjen në rrethana shumë sprovuese dhe sfiduese për sahabët që ishin këtë betejë. Tregon Abdullah ibn Abi Aufa, si shënon Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre, thot kështu: "Esabetna maja'atun yawma Khaybara." Na kaploi një uri e madhe ditëve të Khajberit. Ishin betejë, do me thanë, dhe na kaploi uri e madhe, sepse Medinja është larg. Dhe sahabët nuk e paramendonin se rrethekimi i kështjellës parë do zgjat 10 net. Dhe kjo është shumë. Ti paramendoje 8 kështjella me zgjat ka 10 ditë, 80 ditë luftë. 80 ditë luftë me njerëz të cilët jetojnë brenda kështjellave, kanë rezerva ushqimi, kanë ushqim, kanë pije. E këta janë ushtri e cila ka ardhur nga larg. Plus asaj Medinja, sikur se ta shohim, ishte me një lloj krize ekonomike. Nuk ish ngritur, edhe pse ish bën marrëveshja Hudejbijes, nuk ish ngritur ekonomikisht. Thot esabetna maja'atun wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad asabna lil qawmi humuran kharija min al-Madina. Thot dhe morëm disa gomara prej armikut ton të cilët ishin jashta kështjellave, jashta qytetit. I morëm këto gomarë të tyre dhe thot i therëm edhe filluam që të gatuaj mishin e gomarit. Duke qenë, thot, kazanat tonë në këtë gjendje, thiri një thirës, i dërguar nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallame, për mbysni kazanat tuaj. Veç pak, neve në ka kaplu uri e madhe. Dhe mishi gati se është u bo gati, për të ngrënë. Vjen një thirës i dërguar nga i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam, për mbysni kazanat. Pse? Vazhdon thirësi dhe thot, dhe mos hani më asgjë nga mishi gomar. Është kry punë. Ky thirës kush është? Ka dërguar i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam me këtë thirrje të tij dhe me këtë dërgesë të tij, po ua bën të qartë të gjithë muslimanëve se nga sot më mishi i gomarit për ne muslimanët është ndaluar, është haram. Është haram. Po tamam. Ku është ajo rregulla e fiqhut që njeriu në gjendje të jashtëzakonshme i lejohet të hajë mish ngordhësire, madje edhe mish deri? Po kjo ushtri e përbërba nga 1400, 1500, 1600 veta, a nuk janë në gjendje ku mund të shkatrohen për shkak të urisë? Po, ishin afër kësaj gjendje. Ishin shumë afër kësaj gjendje. Por ama i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nuk heshti thot ti la le të hanë edhe këtë ushqim, e pastaj ju a qartësoj unë se mishi i gomarit është haram. Ne të hanë këtë, le ta shuajnë etjen, le ta shuajnë urin, falni, dhe pastaj ju thon, o burra, mishi i gomarit është haram. Urdhri nga Allahu erdhi në moment dhe kumtimi i mesazhit në moment. O ju ushtar, o ju burra, o ju musliman, mishi i gomarit për ne është haram. Kaq. Sahabët thanë, përmbysëm kazanat tonë dhe kuptuam që Allahu na ka ndaluar neve mishin e gomarit.
Kjo qasje sahabeve ndaj urdhresave dhe ndalesave të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam është në kundërshtim të plot me filozofitë sot të shumta bashkohore, ku njeriu arsyeton gjendjen e tij dhe shumë ligje morale ose fetare, po s'kish mundësi tjetër, andaj me do e mos e kisha ta bëj kët. Jo, mundësi tjera i ke mbyll syt. E muslimant këtu kanë pat vetëm një mundësi. Ti bindesh pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam ose mos ti bindesh. Ata zgjodhen që ti binden komandantit dhe pejgamberit dhe mësuesit të tyre, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo gjenerat është e veçantë. Andaj zemrat e tyre Allahu i lavdon, fa'alima ma fi qulubihim. Allahu diti çka kanë ata zemrat e tyre. Në moment urije ku gjithë çka shkon ndërmend, është ta ngopish barkun tënd, vjen ndalesa dhe thot ky mish është ndaluar. O pejgamberi Allahut, pa neve Allahu na e ka lejuar ngrënien e ngortësirës dhe mishit të derit në gjendje të jashtëzakonshme. A nuk vlen kjo? Kjo vlen, po jo në rrethana të ligjësimit të ligjit. Tash ne vendosim ligje. Dhe dikush kur i vendos këto ligje duhet sakrifikoj, duhet nxjerret në praktik se ky ligjësim ka shku përmes një sakrificë. Andaj sa herë që ti lexon hadithin e Khajberit dhe ndalesës së mishit të gomarit, kujtoje sakrificën e të parëve tu. Kujtoje sakrificën e atij sahabijut që ka luftuar me ditë dhe net të tëra dhe nuk ka fut kafshat në gojën e tij, dhe kur ka dashur që të fut kafshat në gojën e tij është thënë atij që është ndaluar nga sot. Prej sot kjo është haram, nuk është më halal. Andaj tu shohim qëndrimin e dy palëve, qëndrimin trimëror të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mund të thotë, nëse ju them tash se është haram, ka mundësi të rebelohen kundër meje. Ku janë prijesit popullistë sot, të cilët thonë gjithë shka vetëm e vetëm ta kënaqin audiencën e tyre. Gjithë shka do të thotë. Vetëm krejt bëjnë aplauz, e ne krejt kënaqen, edhe krejt na bëjnë ka një like. Shkel parimet e veta, shkel ligjet e Allahut, shkel parime morale, parime, çfarë do, parima i shkel vetëm që njerëzit të jenë të kënaqur me të. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam as i shikonte në këtë aspekt. Pala e dytë janë sahabet. Se në këtë gjendje patën mundësi të thonë, vallahi, jena shumë tunët. E ham ne këtë kazan, e pastaj inshallah e bëjmë haram. Ja, ndalesa erdhi, zbatimi ndalesës në moment. Diçka tjetër që ndodhi në këtë betejë, është edhe një ndalesë tjetër, e cila na tangon neve gjithashtu. E dini çka është ajo? Ha? Që ka dhe një ndalesë tjetër e kësaj natyre? Ja, alkooli ma herët, i kena përmet. Jo, këto rregulla, prekja e civilëve është përmend në ditët e para të luftës. Andaj nuk ka konvent të shkruar, të detajuar, sikur se konventat të cilat ne i ka kumtuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithçka e detajuar është. Po ka ndodhur diçka në luftë, po që ka të bëjë përgjithësi me paqen. Ngrënia e mishit gomarit a ka të bëjë me luftën? Po testi ka ardhur në luftë. Ama jo ka të bëjë përgjithësi me gjendje të paqes. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ndaloi ngrënien e disa gjërave. Paramendoje. Në kohë urije, nuk kena çka të ham, vin ndalesat për disa ushqime. Do me thonë, shumica e ushqimeve në dynja janë të lejuara për ne vëllezër. Andaj ne i numrojmë gjërat e ndaluara. Pse? Se ato mund t'i numrojsh. A mund t'i numrojsh gjërat e lejuara? Ja, s'kan fund ato. Andaj ndalohet kjo dhe kaq. Po gjërat e lejuara s'kan fund. Dhe në këto rrethana ndalohet diçka tjetër. Transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, nga Xhabiri radiallahu ta'ala anhu, thot, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam në kohën e Khajberit ndaloi ngrënien e qepës dhe preshit. Ndaloi ngrënien e qepës dhe preshit. Në çfarë konteksti u ndalua? Do të tregon Xhabiri. Thot, por njerëzit i hangrën
dhe pastaj erdhën në xhami. Në cilën xhami? Në Khajber s'ka xhami. Ku? Po, në vendin ku janë falë, në musalla. Në vendin i cili është përcaktuar që të bëhet namaz. Shu që namazi tek muslimant nuk ka të bëj vetëm me gjendje të paqes dhe rahatis dhe kur jena tip top me shëndet. Namazi tek muslimant është në paqe e në luft, në smundje e në shëndet, në pasuri e në fukarallëk. Namazi asnjëherë nuk ban të mungoj nga orari i përditshëm i joni. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam prej gjërave që i kish bë në ushtrinë e tij është kish përcaktuar vend ku falet namazi. Thot Gjabiri radiallahu ta'ala anhu, por ama këto sahabe erdhën në xhami pasi që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte ndaluar nga ngrënia e qepës dhe preshit. Tu kemi dy bimë, qepën edhe preshit. Dhe i pyti, a nuk ju ndalova nga ngrënia e këtyre dy bimëve me erë të keqe ose me erë të rënd? Than po i dërguari Allahut, po na mbyti uria. Veç pak, mishin e gomarit e kena haram. Tash kemi ndales për ngrënien e qepës dhe preshit. Kështu që menija e muslimanëve veç shkon dhe të kurët. Than po i dërguari Allahut, po na mbyti uria. E tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, men akalahuma, kush ka ngrën nga këto dy bimë, fala yahduru masajidana ose mesgjidena, le të mos merr pjesë në xhamit tona, le të mos vjen në xhamin ton. Fa innal malaika tataadha mimma yataadha minhu banu Adam, nga se melaqet shqetësohen nga gjërat prej së cilave shqetësohet i biri Ademit. Pjesa e dytë e hadithit na e qartëson kontekstin e ndalesës së ngrënies së qepës dhe preshit. Ajo është nuk hash qep dhe presh, pastaj shkojsh në xhami. Ja hash qep dhe presh, ja shkojsh në xhami. Të dyja të zban. Çfarë do me thonë? Do me thonë kur të hash qep dhe presh, nuk prezanton në xhami se ta ka ndalu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pse? Fa innal malaika, pyete xhamatin, o ju xhamat, a e bëjmë krejt hana sot qepin presh? Ato thim po. Njoni thot edhe hudër ha. Tamam, haj krejt hana sot, edhe falna mos t'i pengojmë as njani tjetrit. Po kjo nuk vlen. Nga se këtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndalesën nuk e lidh me gjendjen fillimisht të njerëzve, po e lidh me gjendjen ose me shqetësimin e dy palëve. Me shqetësimin e njerijut, i cili rrjedhimisht do të bëj shqetësimin e kujt? Shqetësimin e melaqeve. Dhe sa herë që ti ke shqetësuar një njeri në xhami, me të ke shqetësuar melaqet e Allahu xhalla xhalla. A e kuptoni madhështinë e dinit Allahu xhalla xhalla? Nuk lejon shqetësimin e njeriut në xhami, nga se ky shqetësim shqetëson melaqet. Dhe ky shqetësim neve na e lejon shkurje në xhami ose mos shkumje në xhami. E nga ky hadith përfitohen shumë gjëra vëllezër. E para, se prej traditës muslimanëve është falja e namazit në xhamat edhe jashtë ta vendbanimit të tyre. Kur ti jesh në udhtim, po këtu në luftë ata kanë bën kampin e tyre vend të cilin e kanë quajtur xhami dhe janë falë në këtë xhami. Pastaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ju ka ndaluar atyre që të cilët han qep dhe presh, të hanë ushqim të tillë dhe pastaj të shkojnë në xhami, që tregon pozitën e madhe që ka njeriu që hyn në xhami. Ai është i veçantë. Se prishja e qejfit të tij, shqetësimi i tij shqetëson mysafirët më të mëdhi veç njerëzve. Ato janë melaqet e Allahu xhella xhelalu. Andaj ne kur hym në xhami, nuk e bëjmë namazin vetë o vëllezër. Me ne namazin e bëjnë edhe melaqet. Ne kur hym në xhami dhe bëjmë dhikrin, nuk e bëjmë dhikrin vetë. Me ne bëjmë dhikrin edhe melaqet e Allahu xhella xhelalu. Transmetim të Buhariut dhe të Muslimit është përmendur hudra. Andaj ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, kush ka hëngën nga kjo bimë, do me thënë duke i referuar hudrës, let mos t'i afrohet xhamis ton ose xhamive ton. E ne sot jena përpara një problematike më të madhe. Qepa dhe preshi dhe hudra të cilat janë halal.
Halal është, 100% halal. Nuk ka polemik mes ulemave është halal apo haram. Por ama, era e keqe asaj, si pasojë ngrënjes së saj, do me thonë nëse hahet si taze, si e njohëm, na ndalon shkumje në xhami. Pse? Sepse shqetësojmë njerëzit për rreth nesh, jedhimisht shqetësojmë me kët edhe me laçet. Po çka t'ju bëjmë vëllezërve tonë, duhanxhi, të cilët shqetësojnë vëllezërit e tyre dhe të cilët shqetësojnë me laç. Muhabet tabut e ne. Kërkush se folën. Hiç kërkush se folën. Se po e folëm ne këtë temë, 90% e xhamatit dhe na prek. 80% e xhamatit dhe na prek. Se 80% e xhamatit janë duhanxhi, 70% thuj sa të dush, po janë shumë. Po ne ju themi jo vëllezër. Paramendoje ti ishe në betejën e Khajberit. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam kanë ndaluar në praninë tënde. Sahabe i cili nga uria thot, ja Rasul Allah, na mbyti uria. S'ki e çka thash. Na mbyti uria dhe ne hangrëm qep dhe presh. Edhe erdhëm të falna me vëllezërit tonë. Tha mos ju afroni vendit ku falemi ne. Çka do të thonë te ky duhanxhiu? Po? Mos thuj haram, thuj me kru. Si dush thuj, ama nuk është qepen hudër. Wallahi nuk është. A shumë më e keq që sa ajo. Edhe erën e ka shumë më trancë ajo. Unë të kallëzoj si jo duhanxhi. Me më thonë mu, atë falet afërme një i cili ka ngrën hudër dhe qep dhe presh, apo një i cili ka pi duhan për para se ty në xhami, ma mirë është ki i hudrës dhe qepës. Pa asnjë dyshim. Pyet ati i cili nuk e pi duhanin, mos e pyet ati i cili e pi duhanin, saj se vërren dallimin. Po mos u shqetëson nga shqetësimi im. Këtë as mos e merr parasysh hiç. Shqetëson nga shqetësimi i melaçeve, se ne bëhemi sebeb për shqetësimin e tyre dhe ndoshta ngritjen e emrave tonë tek Allahu, që o Allah filanin ka shqetësuar xhami. A mendojmë ne këtë kështu? Para mendoje sot vjen një plak i xhamisë i cili është i rregullt në xhami dhe thot filanin ka shqetësu, ky tjetrin ka shqetësu, hoxham ka shqetësu. A dhe ishte e rënd dale përpara neve këtu? Po para mendoje ta ankohet për ne me laçe prej me laçeve të Allahu xhelle xhelalu. Për këtë shkak shenjtëria e xhamisë është e veçantë. Njëjtë sikur se njeriu që mund të fiton shumë sevapen të, Allahu na rujt ka mundësi që ankesat e tija të regjistrohen ndryshe. Për këtë shkak pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam në këto rrethana pa testuar sabrin e sahabeve, bindjen e tyre ndaj pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam dhe disiplinën e tyre në respektimin e urdhrave të prijësve të tyre në luftë. Kjo është. Duhesh të jesh në grupën e sahabeve, këto janë sahabët. Kështu kanë jetuar. Kështu kanë respektuar dhe me këtë kulturë kanë ngritur qytetërime, lindje dhe në perëndim të dynjas. Më pas do të vazhdoj shlirimi i kështjellave. Deri tash sa u shliruan? 2. E para En-Naim dhe e dyta ke Sa'b ibn Muadh, tash do të vjen e treta dhe e katra dhe e pesta, këto kanë me pjesën e parë të Khajberit. Dhe 3 të fundtat janë muhabet tjetër. Kështjella e tretë është një kështjellë në të cilën i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam do të hyjë pak në luftë të ashpër, por ama në ditën e parë dhe rrethimi i kësaj kështjelle një do të zgjat 3 ditë. Në rrethim të parë do të vjen një jehudi prej prijësve të kësaj kështjelle dhe do t'i thot pejgamberit Allahut o Muhammed alayhi salatu wassalam, am siguron mua dhe familjen time nëse unë të garantoj, ose nëse unë të udhëzoj se si ta shlirojsh këtë vend. Tha ka mundësi shliro, tha ka mundësi. Tha t'jap garanci ty dhe ta afërmve tu. Tha ky jehudi, tha o Muhammed, ju lodheni dhe raskapiteni dhe këtë, por ama ata kanë kanale të ujit që çojnë ujë drejt kështjellës. Kështu që ata natën mbushin ujin dhe pinë dhe kanë rezerva ushqimi dhe gjatë ditën luftojnë. Ndërsa ju si keni këto gjëra. Tha unë të udhëzoj ku janë kanalet që t'u ndalesh ujin. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam kontrolloi vendodhjen e kanaleve dhe me të vërtetë.
kishte tunele sekrete që çonin ujë deri tek kështjella dhe u andali i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam furnizimin me ujë. Kur u ndal furnizimi me ujë, ata dolën dhe luftuan ashpër, nuk u dorëzuan. Dhe në këto rrethana u vran disa prej sahabëve të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, gjithashtu dhe disa prej hebrejve të kësaj kështjelle, por ama muslimanët e shiruan kështjellë dhe e morën këtë kështjellë dhe vazhduan te kështjella e katërt. Në kështjellën e katërt, sikur i nati i banorëve të vendit shkonte e shtoi se ju kanë ra 3 kështjella në duart armiku, do me thonë duart të muslimanëve, dhe sikur ishin të vendosur që mos dorëzohen. E kur e lexojmë çlirimin e kështjellës 4 dhe të 5, sikur ato janë ato cilat da japin vendimin për çlirim të plot ose kthim të muslimanëve ose mbetje deri në këtë situatë. Në kështjellën e 4 do të del një prej prijësve të këtyre dhe do të lyp 2 luftim. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do ta dërgon komandantin të cilit ja dha komandën në kështjellën e 2 El-Khabbab ibn al-Mundhir radhiyallahu ta'ala anhu, i cili do të bëjë 2 luftim dhe do të fiton. Pastaj do të del një nga trimat e tyre dhe ai do të lyp 2 luftim dhe do t'i del njeriu me shamit kuqe. Kush është ai? Ha? Abu Dujane radhiyallahu ta'ala anhu, do të del Abu Dujane dhe do të lufton. Edhe ai gjithashtu do të ngadhnjen ndaj armikut dhe në kohë duke u mbyll dyert e kështjellës do të hyjë Abu Dujane brenda kështjellës dhe bashkë me të disa prej shokëve të tij. Kështu që do të pamundsojnë që ata t'i mbyllin dyert e kështjellës dhe kështu që ushtria e muslimanëve do të futet brenda kështjellës së katërt. Çfarë do të ndodh? Do të ndodh një kaos në radhët e hebrejve të Khajberit, kështu që ushtria e tyre e kësaj kështjelle do të ikë dhe do t'i lanë familjet dhe fëmijët e tyre brenda dhe pasuritë e tyre. Gjithçka do ta lanë brenda kështjellës. Kështu që ata nuk do të kenë mundësinë sikurse banorët e 3 kështjellave dal ngadalë të infiltrohen nga njëra te tjetra kështjellë e të ikin. Ata do të lanë gjithçka çka kanë në kështjellë, kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam gati sa më i merr 4 kështjellat më të mëdha, po do të mbetet kështjella e fundit, e cila ndoshta është kështjella më e fortifikuar. Do me thonë, nëse krahasojmë të parën dhe të pesën, gati se janë të njëjtën pozitë. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam do të vendos rrethakim në kështjellën e 5 dhe hebrejtë e Khajberit e kuptojnë. Nëse kjo bjen duart e këtyre, bjen i gjithë Khajberi. Kështu që niyeti i tyre ishte që ata të qëndrojnë në rrethakim, sepse kishin rezerva të mjaftueshme, ishin përgatitur ditëve më herët duke u luftuar në kështjella të tjera, por ama do të shohin një lëvizje të cilën nuk e kishin paramenduar. Ajo është se pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam në kështjellën e parë do të merr një katapult. E dini gjë katapult? Menxhenik i thonë arabisht. Është do me thonë mjet i cili hedh gjëra të rënda. Nga e kishin marrë muslimanët katapultin në kështjellën e parë, an-Naim, e cila kishte pa do probleme, ishte rregulluar dhe do të futet me njëherë në përdorim. Kur ta shohin hebrejt se do të sulmohen me menxhenik, si kur morali i tyre do të bjen. Dhe do të fillojnë luftime mes muslimanëve edhe hebrejve dhe do të gjuhen hebrejt me menxhenik, andaj pas disa ditëve ata do të ikin dhe njëjtë sikur se kështjellën para kësaj do të lënë gjithçka pas vete. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam do të delte pjesa tjetër e Khajberit, ajo është pjesa që quhet Kutejbe. Dhe dietarët kanë mos pajtim, historianët e sirës kanë mos pajtim. A ka ndodhur luftë te këto 3 kështjella tjera apo pa? Këto janë çliruar me dorëzim. Disa thonë ka pat luftë, disa thonë jo, nuk ka pat luftë, por ama ata kur e kanë pa rënien e 5 kështjellave të para që ishin më të forta se këto të fundit, dorëzon tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam. Sidoqoftë, ajo që ka është vërtetuar është se ka pat negociata. Dhe këto negociata do të rezultojnë me dorëzimin e hebrejve dhe këtyre 3 kështjellave të fundit. A ka pat lufte e para apo nuk ka pat, është muhabeti i gjatë. Ne shkojmë tek pjesa e dytë, tek faza e dytë,
ajo është se pas negociatave, hebrejt e Khajberit do të dorëzohen plotësisht, por ama dorëzimi i tyre do të ketë kushte. Kushti i parë, që ushtarët e tyre të kursehen, të mos vritet asnjë prej ushtarëve të tyre. Ato do ta lypin këtë gjë. Ne dorëzohemi, ama ato që kanë luftuar prej ushtarëve tonë, mos vritet asnjë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pranon këtë kusht. Kushti i dytë është t'ju lihen pasuritë e tyre. T'ju lihen familjet e tyre, familjarët e tyre. Kushti i tretë është që ato të dalin nga Khajberi dhe të kenë lirinë të marrin këtë duan prej familjarëve të tyre. Kushti i katër është t'i lënë pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe ushtrisë muslimanëve gjithçka që posedojnë. Madje edhe teshat, përpos teshave të trupit, armatim, mobilje, thesar, argjend, gjithçka të mbetet brenda qytetit, asgjë mos dalë jashtë qytetit. Dhe ata do të pajtohen me këtë kusht, dhe kushti i fundit, dhe i cili do të dalë pak problematik për ata, është që të mos fshehin asgjë. E kuptoni xhiven kjo? Të deklarojsh çka ke dhe mos të fshehish kur xhikije. Pse? Sepse është kusht që të dorëzosh diçka. Dhe kjo do të dalë si një lloj problematike për disa prej prijësve të hebrejve. Nga sa ai që ka nënshkruar këtë marrëveshje me dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam është një prej prijësve të tyre që quhet Kinane ibn Abil Huqaiq. Një nga prijësit e hebrejve. Dhe ai do të deklaron pasuri, mirë po dy djemtë e tij do të fshehin një pasuri të madhe. Ai është një thesar të cilin e ka marrë Huyej ibn al-Akhtab kur është larguar nga Medinja në dëbimin e fisit Banu Nadir. Lëkur në të cilën ka pat flori, are, argjente, sende të çmueshme, e këtë pasurit hebrejve ai e ka çuar në Khajber. E pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam e ka ditë këtë gjë. Ka pat informata të sigurta se Huyej e ka pru këtë pasuri në Khajber. Dhe dy djemtë e këtij Ibn Abil Huqaiq do ta fshehin këtë pasuri. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam do ta thret axhën e Huyej ibn al-Akhtab dhe do ta pyet: ku është pasuria e Huyejt i cili e ka pru nga Medinja? Ku është ky thesar? Do thot: o Muhammed alayhi salatu wasalam, e kanë hangër luftat, edhe investimi i vazhdueshëm i joni në infrastrukturë dhe sende tjera. E i thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, prej atëherë nuk ka kalu shumë kohë. S'ka mundësi ta kishin hangër luftat, se ju s'keni pat aq shumë lufta. Me do e mos tjetë dikun di pasuria. Pastaj e thret Zubejrin, e i thot Zubejrit: o Zubejr, merre këtë plak, e merre në pyetje. E Zubejri e merr në pyetje dhe nxjerr prej tij informat. Se Huyej ibn al-Akhtab e pat fsheh këtë pasuri në disa rënoja. Dhe djemtë e Abil Huqaiq e dinë se ku është. Andaj akuza me njëherë shkon tek djemtë e prijësit të hebrejve dhe dal nga dal shkojnë nga disa rënoja brenda qytetit dhe e gjejnë pasurinë e Huyej ibn al-Akhtab. Si pasojë e kësaj, dy djemtë e Ibn al-Huqaiq ose Abu al-Huqaiq vriten. Nga se pa të mshehur gjithçka, sepse në marrëveshjen mes tyre dhe pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam: dhe nëse fshehni diçka dhe nuk deklaroni, largohet prej jush garanca e sigurisë e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pasi vriten këta dy persona, hebrejt vinë me një propozim tjetër. Ata janë dorëzu, e tash ka ardhur koha të dëbohen nga Khajberi. Shkojnë diku tjetër. Vjen një nga prijësit e tyre dhe thot pejgamberit Allahut, o i dërguari i Allahut, ne kemi një propozim tjetër. Ç'është propozimi? Ne dëshirojmë të mbesim në vendbanimet tona. Dëshirojmë të mbesim në Khajber. Si ashtu? Ata e shohin se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk ka njerëz të cilët dinë janë të nivelit lartë të kultivimit të bujqësisë, sikurse janë hebrejt e Khajberit. Andaj i thonë Muhammed, ne u japim juve gjysat e bereqetit vjetor, drithna dhe fruta,
dhe gjysat i merrni ju. Ne mbajmë gjysën e merrni ju. Ne punojmë, ne kujdesemi, ne përmirësojmë, ju zbani asnjë investim. Vetë se ju jeni shteti i cili na garanton neve sigurinë. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam analizoi pak situatën e sahabeve dhe synimet e ardhme dhe thashtu le të jetë. Qëndroni vendbanimet tua deri në afat pacaktuar dhe punoni për gjysmën e frutave të Khejberit. Gjysmën e dorëzoni në shtet. Dhe kështu ndodhi deri në periudhën e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili dëboi hebrejt e Khejberit jashtë Khejberit, në 2-3 vende i shpërndau. Dhe pas kësaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam ndau plaçkën e luftës mes pjesëtarëve në këtë betejë. Plaçkë e luftës e cila do ta dridh pak ekonominë e Medinës. Pse ashtu? Thot Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, nuk jemi ngopur me ushqim derisa e kemi shleruar Khejber. Sahabet nuk e kanë ditë si është ngopesh me bukë derisa është liru Khejber. Vitin e 7 hijretit, 3 vjet para vdekjes pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pasi dëgjuam se është liruar Khejberi, Aisha thot, e tani do të ngopemi me hurma. Nëpse Medinja ka pat hurma, po nuk kanë mjaftu për banorët e vendit. Tani do të ngopemi me hurma. Në këtë aspekt është dridhe ekonomia e Medines, po do të dridhet edhe me një aspekt tjetër. Në cilin aspekt? Ajo është pasi që përndahet plaçka e luftës, muhaxhirinë të cilët kishin shumë borxhe të marra nga ensarët, do t'i kthejnë borxhet e tyre. Se borxhet kur i kanë marrë? Kur kanë ardhur në Medinë, kur kanë bërë hijret, tash kanë kaluar 7-8 vjet pi atë. E muhaxhirinë ko pas kohë kanë marrë borxh të ensart, kanë marrë borxh. Edhe pse ensart ju e dini, Allahu i ka lëvdu për gjithçka që ju kanë dhënë muhaxhirinëve. Megjithatë nuk është gjithçka idealiste sikur se ne përmendim Abdurrahman ibn Aufi po e çoi gurin xheti 1 milion euro, apo? Po tamam, këto njerëzit e unët pika erdhën. Ku kanë jetuar këto njerëzit e unët? Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu thonte shkojsha zhak për toke në Medinë nga Uria. Si nga Uria? Po ku është Abdurrahman ibn Aufi? Ku janë këto qerët? Gjithçka është investuar që mesazhi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam del nga Medinja. Por ama barcit e mesazhit vet kanë vujt për sendet elementare. Barci i mesazhit pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam ka siguru për familjen e tij drithnat për 1 vjet. Ka shku dhe ka blej drithnat për 1 vjet. Po pas disa muajve s'ka pat kurrë. Hiç kurrë. Gjitha është penzu për nevojtarët. Për ata cilët s'kan pat kurrë. Kështu që Aisha kur ka dëgjuar se është liru Khejberi, tash do të ngopemi me hurma. Edhe muhaxhirinë kanë marrë nga plaçka e luftës dhe i kanë kthy borxhet ensarëve të cilët vite me radhë ju kanë dhënë atyre borxh. Kush e ka marrë borxhin e ka marrë, kush se ka marrë ja ka lënë atij që e ka marrë borxh, kështu që në Medinë dukshëm është përmirësuar gjendja ekonomike e sahabëve të pejgamberit Allahut alayhi salatu. Do të vazhdojmë me disa aspekte tjera që janë si pasojë e betejës së Khejberit në gjëratën e ardhshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.